Na ishte njëherë një fshat afër Korçës. Një fshat ku legjendat vinin që nga koha e Bizantit, ku 15 kishat po aq të vjetra dhe manat gjigant të kuq përziheshin bashk në mënyrë të pandashme. Boboshtarët e vjetër në shtëpi flisnin një lloj gjuhe të pakuptueshme për banorët e fshatrave të tjerë. Ishte një dialekt i slavishtes më të vjetër, që këndej ka nisur edhe diskutimet mbi origjinën e lashtë të këtij fshatit çuditshëm të gurtë. Kjo është Boboshtica, e vendosur në mesin e rrugës që të çon në Dardhë. Nga familjet e vjetra kanë mbetur tani vetëm pak njerëz, edhe fshati është populluar nga banorë të ardhur rishtas në këto 50 vjetët e fundit. Kur beti i vjetër edhe i riu, e ralluan popullsinë që fliste atë gjuhën e vjetër. Vetë boboshtarët nuk e kanë pasur edhe aq me qejf të lërojnë tokën. Shumica e tyre janë bërë në punës, mësues, ushtarak, njësoj si kur të duan të provojnë edhe në jetën e sotme origjinën e tyre prej soji. Në një nga shtëpitë më karakteristike, në atë të Manxhove, do të na pres Elpisa Manxho. Teto Elpi, ndryshe nga bashkëfshatarët e saj, asje e ka shkuar ndonjëherë në përmend se do ta lërë fshatin. Tetua do na prezantoj me sotirin e Bambullovit. Tirke, na ka ardhur një mik. Mirë, si Përdroni ulluni. Mi salve dir. Si gjithë atë? Mi salve dir. se gjithë. Pemani është? Pemani puro. Puro. Ja gëzuar. Zarqovse, jo lumë që në këmbët që ertë, e të na vini dhe ertë e tjera kështu për këto punë. Se e kini arruar Boboshticën fare. Do vim gjene. Mirë, jo lumë që në këmbët. Fatos, unë jam nga Boboshtica. Dhe jam boboshtarkë me themeli den babaden. Boboshtarkë autoktone.
kam lindur këtu në këtë shtëpi dhe familja tonë përbeheshe nga 6 fëmijë dhe nga nëna dhe babaj. Babaj tim quheshe Kristaq Manço dhe ka qenë arsimtar i fshatit. Ka qenë arsimtar i parë i fshatit dhe ka për shkollën e parë shqipe këtu në Boboshtic. Ka punuar 36 vjet arsimtar. Ka nxjerrë kuadrot e Kristaqit janë të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë. Dhe ata e kujtojnë me nder dhe me respekt sot Kristaqin. Unë vetë kam qenë arsimtare, kam ndjekur zanatin e babait. Dhe më ka pëlqyer. Jo i detyruar, po më ka pëlqyer si zanat dhe kam ndjekur. Kam punuar në 3-4 vjet në disa fshatra këtu në rrethin e Korçës, pastaj kam zënë vendin e babait këtu në Boboshtic. Po ti në fotografi kush janë? Atje në fotografi janë 2 vëllezërit e tim. Kam patur 2 vëllezër, Andrea Mançon edhe Todo Mançon. Të dy kanë studiuar jashtë shtetit, të dy kanë qenë inxhinera. Todoja ka qenë inxhinier minjerash, i specializuar për minjerat. Ka qenë eroj i punës socialiste, kanë qenë antar i Komitetit Qendror në atë kohë, ka qenë i lauruar me çmimin Republika, ka qenë i dekoruar me shumë urdhra, ka qenë partizan nga të parët fare. Ka vdekur në moshë të re, ka vdekur i sëmur nga kanceri. Po vllai tjetër. Kurse Andrea dhe ky ka studiuar në Rusi, në Bashkimin Sovjetik në atëhershëm, ka studiuar 6 vjet atje, ka qenë inxhinier mekanik. Ka qenë drejtor i makinoimportit në Tiranë. Të dy kanë qenë inxhinerë të përsosur dhe në punë të me një ndërgjegje të lartër kanë punuar në punë. Po Andrea ka patur një fat shumë në kohën e monizmit. Ai si shumë njerëz kuadro të lartër dhe Andrea pati atë fat. Ai u arrestua. Nuk e di ma u dënua, nuk u dënua, si përfundim neve atë nuk e kemi takuar që kur është arrestuar. Dhe eshtrat e tij dhe sot e kësaj dite nuk i kemi gjetur dhe nuk i dim. Dhe nuk e dim si ka përfunduar. Është vrarë veta, e kanë vrarë, do me thënë nuk kemi asnjë lajm. Këto janë librat e vëllezërve të mi. Kanë mbaruar të 2 universitete, Todva kanë mbaruar liseun francez, janë enciklopedi, janë libra shumë të vlefshme, unë i ruaj me shumë kujdes për 2 arsye. E para se i kam të vëllezërve dhe vëllezërit nuk i kam. Dhe i ruaj si një gjëm të shtrenjtë dhe si një kujtim të shtrenjtë të tyre. Dhe e dyta se janë libra me vlerë që gjenden rrallë këto libra të këtyre. Mua mi kanë kërkuar dhe unë nuk kam dashur kjo jam. Kjo është një shishe e ka sjellë gjyshi tim nga Stambolli. Edhe brenda me fotografi është i gjyshi. Kanë ardhur gjermanët në kohën e luftës, kanë ndenjur këtu në shtëpiton komanda gjermane dhe kanë marrë këtë shishe në dorë dhe u çuditën, domethënë si është fabrikuar, si është futur. E kthyen e vërtit në panë, po e lanë shiqur që nuk na e muar. Pande çështë të foto e madhe këtë. Kjo është gjyshja. Nëna e babait. Ky quhet Shameshin. Edhe është nga të rallët që gjenden në fshat. Unë e kam mbajtur si për nostalgji dhe si për kujtim, nuk dua ta prish. Sa vjet është? Edhe ky një që kur është bërë shtëpia. Domethënë është i mbërthyer në atë. Bile dhe dyshegun poshtë e kemi me fletë pe misri, kështu i bënin që motë. Dyshegun poshtë. Ja. Kështu i kemi. Kurse këto, edhe jashtë këtu këto mbulesat, këto perde, janë të punuara, i kanë punuar gratë tona me makinë. Edhe këto janë 100 vjeçare. Edhe qilimi po e ka sjellë dyshi, edhe qilimi 100 vjeçare. Edhe këto të punuara i kanë bërë nëna tona, i kanë marrë në paj. Ky avëlmendi është 100 e ca vjet. E kam avëlmendin e gjyshes.
Jo vetëm avëlmendin, po të gjitha këto allate çfarë ka vegla. Babashita e ka patur në traditë të punuarit. Neve kemi në përshpitona qilima me qindra vjeçar. Dhe këto levenze që shikon të shtuara i ka bërë gjyshja ti. Gjyshja ti me ka 80 vjet që ka vdekur. Unë jam 70 vjet dhe merrem me mend që kur janë këto. Po punojnë akoma? Punojnë. Punojnë dhe të gjithë shtëpitë kanë vegla. Mirë një gomarin, se na ullin e të autoritetin e fshatit. Po pse fshati s'ka gomer? Po, nuk duan të kemi gomet, mirë jeni. Qarë. Fshati është i mbushur me shtëpi të vjetra. I shumë prej tyre tani janë të rënuara. Duke ecur nëpër rrugica, sotirit i kujtohen plot mbiemra të njohur. Shtëpia e Konstantin Takos, e kompozitorit të muzikës. Kjo shtëpi ka mbetur e shkret, s'ka njeri si edhe alëzot fare, po bje. S'fjen askush. Askush. Kujt është kjo? Kjo është shtëpia e Kuleshkovit. Nëse kjo këtu pranë është e Gjermanovit. Kjo përkashi këtu më tanë është e Mançovit. Todo Manços, Andrea Manços që kanë qenë të dy inxhinierë. BB-shtica ndoshta ka qenë i pari fshat me shtëpi me kanalizime të rregullta. BB-shtarët e Amerikës kanë investuar që në kohën e zogut për të ndërtuar kanale, çezma dhe ura. Ja, këtu ka qenë shtëpia e piktorit Thimios Grumada. Kur perandori Samuil, edhe pas tij të gjithë bullgarët, nisën pagëzimin në Bazilikën e Ballshit. Një pjesë e fisnikëve të bullgarëve të vjetër mund të jenë vendosur në BB-shticën e sotme. Ja përse gjuhës së tyre, vendasit i thonë bullgarisht, ndonse nuk e kuptojnë fort mirë bullgarishtën e sotme. Kështu në mendon një palë. Një palë tjetër e mendon se fshati duhet jetë themeluar nga një grup fisnikësh polak disa shekuj më vonë, në kohën e Skënderbeut. Rastësisht, marrin pjesë në një diskutim mes sotirit edhe një bashkëfshatarit të tij. Një dokument që ka shkruar Andrea Mazzoni që flet për prejardhjen e BB-shticës. Dhe kjo është dokument për slavët e jugut. Flitet se ky fshat ka prejardhje slave. Dhe kanë ardhur pas shekullit 7 sipas historisë që kemi mësuar. Por ne të vërtet nuk e dim se këta fshatarë që janë këtu
janë slavë ose kanë fituar do të gjuhën do të nga slavët që kanë dyndur në atë kohë. Çka shkruaj ti? Këtu në ky libër shkruhet historiku i fshatit, midis tyre ka shkruar pralla, vjershat e fshatit në gjuhën bullgarisht. Se ne kështu e quajmë do të në gjuhën bullgare. Dhe këtu mund të lexoj tash një pjesë për këtij librit. Bjesha e në mash e në zhena, na ishte një burë e një grua. Bjesha mnogo si romasi, ishin shumë të varfër. Në poret tja, bje e ndruj mash so zhena i me qelet. Për para tyre ishte një familje tjetër që kishte grua dhe fëmijë. Po për të folur nuk e kam mësuar pasi babai më la shumë të vogël dhe dinte shumë mirë. Po që non kjo për që thot Sotiri që në Bobështicë e përgjithshmja ishte që të gjithë e flisnin gjuhën slave. Bullgare. Po bullgare mund ta themi se po themi bullgare jemi bullgarë. Slaven mund ta themi të përgjithshme. Rosica është gjithmonë do thënë javën e tretë pas Pashkëve. Dhe kjo ditë përkujtohet, si të thuash, si ditë festive fetare, do të lidhur me fenë, ka qenë e lidhur në atë kohë. Se çdo gjë në atë kohë, do të çdo gjë kisha ka qenë që i pte dhe kulturën ose jetën e asaj kohe. Në këtë kohë tash kur thuhet më dërgoj Rosica për një dorë miell, të ftoj Ristoz. Bashkë në këtë festë. Javën e tretë të Pashkës, ato ribashkoheshin bashkë duke veshur rrobat karakteristike dhe me këngë dhe me dairen e tyre, kalonin shtëpi më shtëpi, duke dhuruar nga ato, jo vezë, jo miell, jo ato të mbledhurat e tyre dhe i financën që vinin bashkë, i gatuanin në një familje dhe të nesme mbidheshin të tëra në një dhomë të veçantë ku argëtonin 24 orë bërjesht. Mbas argëtimit përsëri dilnin në fshat duke kënduar. E theshin mi pultilla Rosica, da mi dash e brashense, da mi dash Zaristoza, nuk e di tash atë si thuhet në gjuhën më tutje. Besoj se duhet ta dini të ftojmë Ristozën. Si thonë, të ftojmë. E ndryshet. Që do shenë? Po themi rinë për darkë juve së doni. Shkemi. Faleminderit. Ajo është e ngulur fort mes manave të lashtë. Këmbanarja e kishës së Shënkollit është ndërtuar me kontributin e boboshtarëve të emigruar. Më pas e patën shndruar në gabinë elektrike edhe tani i bën shoqëri kishës së rënuar. Njerëz prej më të vjetrave në krejt vendin. Kjo është kishë e shekullit 16 dhe shkatërua përsi nga monizmi. Kjo është kishë e Shënkollit. Të veçantë kjo si kishë. E tërësh me Afresi, ka qenë e rrethuar me Afresi, ku edhe tash njësha jetë këtu, aty përpara në 2 vite. Kjo përfaqëson se 2 kisha bashkë. Kjo kishë, ku e shkruhet ashtu, hyrë në ofensivë, do të ngjohë, do të drejt për drejt, për arsye se në kohë Turqisë nuk lejoheshin ato kishat ishin 1400 metra në nivelin e tokës. Që të kisha kubaturë, aprin këtu vendin dhe ulshin njerëzit poshtë.
si sa i lashtë, sa vetë kisha u rrëmbye nga ushtarët italian. Në obor manat e kudo ndodhur vazhdojnë të bëjnë hije besimtarve dhe kalimtarve të shumt, të cilëve u kujtohet princi i moqëm që e bekoi martesën e tij me murimin e portës nga kishte dalë vëndër. Vendasit thonë se kisha e vogël që i kushtohet Shën Mitrit është edhe më e vjetër se ajo e Shën Jovanit. Në rastin e saj, qirinjt sotirit nuk do t'i shërbejnë vetëm për t'u falur, por edhe për të ndriçuar afresket e zhytur. Kjo është manastiri i Shëmërisë. Ka qenë një manastir, mi 20 disa dhoma, përposhtë kishte podrum, ku mbashin edhe baktit. Këtu janë strejuar dhe qetat e përliri që kanë qenë, si të themi Sokri Gërmenjit, edhe mbashin anën e pinin në këtë manastir. Këtu nuk paguajsh asgjë. Ky manastir është i shekullit 14. Brenda kishte freske, po të asaj kohe. Ruhet akoma një ikonë shumë e vjetër, brenda vetëm një dhime, që kishte mbetur brenda një kamare që zënë me tulla nga ana e ushtrisë. Ky u kthye në repart ushtarak. Manastiri u shkatërua krejtësisht dhe këtu ka mbetur disa dhoma, ato dhoma që kanë mbetur janë vetëm dhomat të repartit ushtarak. Ne ato i mbrojtëm dhe i kemi akoma si për strehim edhe për kujtim të kishës që ka qenë manastir. Kjo është kabanaria. Këtë kabanari e kanë ndërtuar boboshtarët që kanë qenë në Amerikë, shoqata e lullëzimi, preparimit që kanë qenë në Rumani e të tjerë. Këto shoqatat kanë ndihmuar për tërë fshatin duke bërë kanalizimet. Këtu ka qenë kanalizuar për 200-300 vjet përpara fshati. Çezmat e fshatit ata i kanë sjellë dhe bileta shikote e fundit dërguan disa para edhe u ripërtrinë çezmat duke bërë depo të reja, duke bërë të tjerë, vetëm me paratë e këtyre.
Lartë, në fshat, babostarët e vjetër vazhdojnë të diskutojnë pranë zjarrit për origjinën e tyre të rrallë. Është prill, por në këto anë pranvera vonohet sa. Duke rufitur rakinë e falur nga manat e lashtë. Trakov, Mançov, Bambulov apo Kuneshkov. Edhe të tjerë vazhdojnë të vrasin mendjen, jemi nga bullgarët apo nga polakët. Në fakt janë më të vjetër se sa të dy palët. Nga janë sjellë, nuk e di. Vetëm këtë ditën që ka qenë të kësaj kohe. Dhe kjo atëre janë prekur me dorë. Është prekur këtë do thënë tash kur i thon 100 vjeçar, jo 100, po mund të. Po janë shumë. Edhe 1 vjet mund të jetë të mana që janë mbjellë, që konesh Naumit. Ju keni një legjend me to, domethënë kush i prek çfarë mund të ndodhë. Ne si shoqat të babostarëve morëm një vendim që këtë pemën e manit e kemi kthyer në një monument kulture të ligjëruar që të mos prihet. Është me vendim të shoqja tonë e propozua rrethit. Mi që them në një legjend që s'ndodh me ndonjërin që e prek kështu. Kur e prekën, Ne kemi qenë pemë të shenjtë. Dhe bile kur theshin njerëz nga Rumania, shumë njerëz janë kthyer, kanë putur manën si do të gjemë të shenjtë. Po pse? Do të me këtë rondë fshatin atë kohë, do të ishte do të tregtia që bën njerëz me rakinë. Dhe pandemi ka qenë do të gjithmonë gjithë të shenjtë. Janë prerë tani po të fundit? jo. Jo, nuk kanë prekur. E ruaj se të tani dua. Dhe bilem që janë, si që është Viktor Eftimiu, kur dërgonin peshesh Viktor Eftimiu në Romani, diçka, një klarakim mani, do t'i futnin brenda dhe një gjethe mani, po edhe ndorë dhe. Po ashtu edhe Andrea Zhamos në Romani. Njerëzit babostarë që ka ikur qikteza, jo vetëm rakinën, po të shoqëruar me truallin dhe me gjethet e manit. Dhe kur vjen aty ata e pusnin nga malli që kishin për fshatin aty. Manat. Ato po që mund të dinë ndonjë gjë më shumë, por se ato heshtin në madhështinë e tyre bujare. Edhe atëherë fshatarët rrinë gjatë para tyre. Nga njëherë ndihmojnë që t'i mbajnë lart krahët e lodhur nga mosha. Njësoj si kishat e vjetra edhe pemët simbol të baboshticës kanë nisur të shenjtërohen.